Përshëndetje nga rrugulla Hosit. Dje është asfaltu, ura ju ka dhënë një shtresë më në fund. Ose në arrita prej Prishtinës më vonë kom ardhë. Dhe sa me din Morina që vriti, veterani e kish postu një video. Dhe urime zgjidhe. E kom incizu shpesh këto se në lidhin shumë gjona me rrugova dhe ka qenë base domosdoshme mu përfundu urari, sepse ka shku gjatë. Që shpëshijet ajo emergjentja atje që në ka dëmtuar me shku me dhe shka të shkoj. Shumë bukur që nga bërë, si ura New Yorkut. Dje ka qenë kohë e bukur, e sot shi në disa vende në Kosova dhe Borë. E shotët nuk përmin ftoftin. Temperaturat kanë me shku deri -3-4 gradë Celsius edhe ma qenë problem për rasoda, për të javë rejashtë dhe mos patatët që kanë vinë. Po kjo bon më lëshumër atë ashtë tani për i shëritin. Ka lidhe. Sërëmënia bëhet pastaj. Oh. Në mëngjes? Knajtë da pështu ta. Tash përshkojmë të kjo ura emergjente që ka qenë edhe që shë pash që i shanë prapë prej treshrave të mëdha të shiut. Ky që më këndon është Muhamet Valsori, dëshmorin nga Krusha. Si të rregullohet, mo u kry puna kësaj ure emergjente, edhe na ka ura fshajt Mjamajt. E kajnë urën e re. Atë shabanit.
Kjo pas treshove është shamë prap, ajo do më thonë që shumë tha që djali edhe një muj gati nuk lirohet. Ju përshëndes nga Drini i Bardh, nga Rrugova Hosit. Kiamet. Ky se ka ditë që është sham ura, e I thash ka ura fshajt, andë mja majt. Thash dhe me mush prap. Nuk kalohet, ka ura fshajt ja majsh. Thonë për mushin edhe sot panorve, pasi që shtaj djali edhe një muj tha nuk e lëshojnë shëritin mja prej. Që bja majnë të mëj. Dhe hoxha se ka ditë që o shak. Përshëndetje. A dhe një muj nuk shohet për thajnë. Shëritin kanë mja prej. Sa here kanë mush edhe prap për sham prej treshave. Dhe është zoti edhe kësi heri mos sham dhe sa të hapët ajo. Që hoxha dhe hoxha bja ma në ras. Hoxh Fetal Bekolli, cili është I lidhur me Rrogovën emocionalisht. Pasi ka jetu e ka punu si hoxh këtu një kohë. Tash më duket me të vecë është.